të gjithëve, veçanërisht me kushtime familjes, djemve, motrave, afërsisë fisit dhe gjakut të tij, kushtime të gjithë institucionit, drejtorit, shkollës, profesorëve, nxënësve të tij që punojnë me aq për kushtim. Rregjën e kumbasa në nxënës, po flas në cilësinë e një profesori dhe raportin me nxënës. Në natyrën e Zotit është natyrë që profesorit e thetë kanë të mirë nxënësit, por shkollët pa na thënë kanë të mirë. Ishe antar i kryesisë së historianëve dhe kontribut madhor, dhe vërtet bisedon se edukuam breza, ku në lanë amanet Ernest Polici dhe Mehmet Gjellori. Në fërimin e patriotizmit dhe shkronja o të tyre shqipe, a i vërtet ishte në kulm të idealit e tij për identitetin kombëtar, dhe këte interpreton të nxënësit e tij. Ishte njerëzore filantrop, dhe kura filantropia e tij njerëzore, e lexoi referatin më famor për gjakun dhe kodin dhe kapitenin e ardhishëm të mbrojtjes së Shqipërisë etnike mos të moshën. Vërtet ishte madhështore e lezimit. Por muslia tash, në përjetësi, e pret, gjakun e vetë, birin e vetë, që këtë do t'japë larmin se Kosova është e lirë. Sigurisht muslia ishte edhe oficer, kapiten me gradë në mbrojtjen e kufirit Shqipërisë etnike. Dhe ai, me siguri, do t'a pret me gëzim, me pamfare, birin e tyre, që e lajmëron për lirinë e Kosovës, e lajmëron për pavarësinë e saj. Dhe në këtë kuptim ne gjithë jemi të pikëlluar, se në përjetësi shkojnë një filantrop i madh, me dimenzione njerëzore, me dimenzione edukative, me dimenzione që do të jetë shembull edukativ për gjithë brezat. Dhe në ditë më tha, profesor, unë dhe ti kemi amanetet e Ernest Policit për të qenë shqiptar. Jemi në rrezik, armisht nga gjitha anë, me tongse pa tongse, vinë për të çmentuar identitetin kombëtar, për mos me guxuar nxënësve të tonë një thonë jemi shqiptar. Ka një kohë rrezikshme. Po duhet ta themi nxënëse të nderuar, kolegë të nderuar, se jemi shqiptar. Ne jemi të parë, sepse vetë shoqata jo, ku dhe Reqa ishte, e ka emrin Vendenis, vend i Dionisit, është gjuhë shqipe, në shekullin e 7 para profesor. Edhe kjo amblem këtu, është amblem e Vendenisit të zbuluar 1983. Grupi jon e ka pru dhe o marë, e në gjitë masane si simbolik e komunës tonë, që vërtet është merita e shoqatës tonë Vendenis, që kjo simbolik është simbolik e jonë. Dhe në këtë kuptëm edhe Reqa i kupton të këto, dhe la testamente një pedagogët të madhe, të një njeri turp, të një intelektuali, të një profesori, që do t'a kujtojnë për që të madhe, në ngushtimet gjithë.